te personat me nevoja të veçanta, a i mësoni notin edhe nëse po sa është e vështirë? Te këta është pak një punë pak ma specifike, të marrë parasysh natyrën e tyne, por gjithsesi që e mësojna edhe nga një herë është një kënaqësi shumë e madhe me punu me ta. Për shkak të asoj pozitës apo më mirë me thonë personalitetit tyre, ata të cilët e dojnë ujnë, ata e dëshirojnë edhe trenerin. Unë kam raste për shembull në klub të cilët e praktikojnë notin me neve, qaq shumë janë dashur sa që lidhesh edhe me ta emocionalisht që po thuaj që gjatë procesit servitor ma një orë e gjysë që kalon, do të duket sikur me shku 5 minuta. Edhe pse po hama është pak një punë me një përgjegjësi të lartë, për shkak të rrethana ose peshina të cilët fëmijët me nevoja të veçanta apo me aftësi të kufizuara, të cilët e praktikojnë duhet me pas disa kushte më specifike të marrë parasysh pjesën e shkallëve apo preferohet me qenë një lift i caktuar, ata të cilët nuk kanë lëvizje edhe elemente tjera, por prapë se prapë kur është dëshira dhe vullneti, ne si klub ose unë si trener pja dalim me rezultate shumë mira. Nëna klubi kena fëmijë të cilët janë me zhvillim të rëndësishëm, por janë edhe kampion të Kosovës. Vjen shumë mirë.